Alo. Selam aleikum shek. Aleikum salam të Shuk, çdo produkt e ka dhe mbarimin e vet. Çka pas? Çka pas? Besimtari vazhdon me adhurimin e Allahut Azza wa Jall. Besimtarët e vërtet nuk janë musliman sezonal, që i adin hakun Allahut vetëm në një stin apo vetëm në një kohë, por se janë besimtarët e cilët gjithnjë dhe deri frymarrjen e fundit vazhdojnë të adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe vazhdojnë stoikisht të qëndrojnë të përpikshëm në adhurimet e tyre të cilat ja drejtojnë kundrejt Allahut Azza wa Jall. Nëse në sinë në Ramazanit kemi pas një fond më të madh të adhurimeve, tash do të mundohemi të gjitha ato adhurimet së paku të kemi një hise brenda ditëve gjatë javës që na prinë që do të na vinë në të ardhmen. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithë besimtarëve Allahu t'ua pranon agjerimin, t'ua pranon lutjet, t'ua pranon namazet e taravis, t'ua pranon sadakat dhe punët e mira dhe adhurimet e ndryshme të cilat e kanë drejtuar Allahu Azza wa Jall. Një herë të lusim Allahun që Allahu të na falë gjithëve neve për ndonjë lëshim eventual. E Zotin e lusim që Allahu gjithëve të na e pyemër e shëndet, që përsëri të gëzohemi në vitet që do të na vinë, për të gëzohemi së bashku edhe në ditën e Bajramit, që është disa ditë para nesh. Zoti ju shpërblet edhe juve dhe ju nderoft. Amin, se edhe nderoft, selam aleikum.